A mos mendon se ndoshta do të kishe qenë më mirë që të kishe qenë ajo Rami e lirë që po ndodh sot mas 18 vjetësh. A mendon se ndoshta ishte vetëm një shërim për ta shtyrë se ja ku po vim prap aty na të rreth po shkojmë. Po kam përshtypjen që nga 2008 deri tani ka kaluar gati 18 vjet. Në 18 vjet, 17 vjet, në 17 vjet do të thënë është një cikël jete i plot. Do të thënë që nuk është, mendoj që nuk janë pasojat e asaj krize, po lindi një tjetër krize e re sepse nuk u shoqërua me ndryshimet që u propozuan në atë periudhë nga Merkel dhe Sarkozy që do të shoqërojë dhe me ndryshime institucionale. Ndryshe do të silleshin bankat, raporti i bankave me kapitalin, ndryshe do të silleshin vetë BE-ja do të bënte një rregullim të brendshëm të saj në raport me tregun e përbashkët evropian dhe pastaj në raport me tregun global. Burokracia e Bashkimit Evropian nuk ka lëvizur, madje është rënduar, është bërë edhe më rënd akoma. Në atë periudhë u fol që do të ketë shkurtime drastike sepse ka një administratë të tejfryrë dhe ka shumë shpenzime që vijnë do të thënë përdoren pikërisht për këtë që quhen l'equipement, do të thënë për infrastrukturën e pajisjeve të zyrave, udhëtimeve, konferencave pa bereqet e tjera. Kështu që Sarkozy ka pasur një të mirë shumë të madhe që ka ndihmuar shumë Evropën, por mbi të gjitha ka ndihmuar Gjermaninë dhe jo Francën, sepse se në kuadër të Bashkimit Evropian Sarkozy bënte diplomaci ekonomike dhe pas Sarkozy shkonte Merkel me biznesmenë gjermanë bënin shkrimin e marrëveshje me vendet jashtë Bashkimit Evropian, me Kinën, me Indinë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Japoninë e tjera. Tani vim tek momenti i arrestimit të Sarkozy. Në fakt u vërtetua që këto fonde për cilat akuzohet Sarkozy se i ka marrë nga Kadhafi nuk janë marrë, pra nuk janë xhiruar fondet. Sarkozy u dënua vetëm pse tentoi të dërgojë 2 këshilltarët e vet që negociuan me Kadhafin dhe vetëm pse tentoi të përfitonte fonde për fushatën e partisë, jo fonde personale. Vetëm pse tentoi. Për këtë po e bën burgun. Do të them pse e mendove këtë se nuk të lejohet ty ta mendosh. Mos është një akmarrje politike kjo deri ke burgu. Këtë pasaj ngelet kjo ngelet për të parë, pse ngelet për të parë. Sepse që viktim edhe e kësaj politike Sarkozy në Francë. Ka korrente shumë të forta. Europa dhe mbi të gjitha ka korrentet nuk vinë korrentet që vinë nga politika nuk të vrasin. Nuk të ftojnë ato. Le të kesh kthyer shpinën prej atyre korrenteve. Ato që të vrasin janë korrentet që vinë prej bankës, prej bankave, prej financës, prej kapitalit, domethënë, ato të vrasin shumë. Ndoshta Sarkozy këtu mund ta ketë shkelur pak, edhe pse ka qenë realisht presidenti më miqësor me gjithë kapitalin e madh, duke dashur që këtë kapital ta kthente domethënë në një kapital fitimprurës për qytetarin e thjeshtë francez. Pra ai bëri çështje mundura që kapitali të qëndronte në Francë, investonte në Francë duke i çliruar ata nga bara fiskale. Të kundërt një bëri Holland. Sapo Holland erdhi në pushtet, rriti taksat për të pasurit dhe një pjesë e mirë të pasurve francez ikën nga Franca dhe u vendosën në vende të tjera. Fut këtu dhe të pasur nga bota e artit, siç ishte në atë periudhë aktori Gérard Depardieu. Kështu që në këto kushte them që Sarkozy nëse ka akmarrje apo jo, atë do na i thot apeli, sepse Sarkozy e ka apeluar vendimin e tij. Apeli mund të marrë vendim që nëse e shikon të drejtë gjykimin e shkallës së parë, ata do të marrin një vendim për të gjykuar, do ta bëjë dënimin në burg apo do ta bëjnë në kushte të tjera, pra në shtëpi. Dhe këtu do gjykohen ato 3 elementë të vinë në Shqipëri për ta krahasuar me Shqipërinë, 3 elementët e sigurisë, që janë ai kompromenton faktet qenia e Sarkozys jashtë burgut, a kërcënon gjithë dëshmitar, ka mundësi të kërcënojë dëshmitar, dhe treta, a ka mundësi të haratiset Sarkozy? Këto do shikoj kryesisht gjykata e shkallës tjetër, sepse që është vërtetuar që Sarkozy si ka marrë që do të thënë nuk ka nevojë të vërtetohet që Sarkozy nuk i ka marrë këto para, se kjo është vërtetuar. S'kan kaluar paret. Po, s'kan kaluar paret. Por Sarkozy e ka mohuar që i ka dërguar 2 persona, 2 njerëzit e kabinetit vet, që ti ke dërguar këtu te Kadhafi dhe ka mohuar që i ka porositur që prej Kadhafit të minin valizhen me para që u përfol më duket rreth 50 milion euro. Kështu që ju thatë atë tjetër pastaj që mënyra se si shkoi Sarkozy në burg, që nuk shkoi as me maska, me policë me maska që të ndalonin rrugë, të arrestonin dhunshëm si ish presidenti shqiptar Ilir Meta, po shkoi përdore me gruan e vet, i shoqëruar me duartrokitjen e mbështetësve të tij, të adhuruesve të tij, i pritur më parë nga presidenti Macron, do të thënë një audiencë para se sa të nisej për në burg, me intervista para mediave, pra në një mënyrë shumë qytetare dhe shumë të për krahasjet e tij
edhe vetë Sarkozy asnjë nuk anatemoi drejtësinë. Kjo është pjeka tjetër, pastaj që bën diferencën me Shqipërinë. Sepse Sarkozy që në momentin që u dha vendimi në sallën e gjyqit, unë e kam ndjekur siç e ka ndjekur edhe ti, ishte në krah me bashkëshorten e vet. Ai tha që ky është një vendim, edhe pse është një vendim i padrejt, unë do të respektoj vendimin e gjykatës dhe do të shkoj aty të kryej dënimin tim. Gjë që nuk e bëri as Sali Berisha këtë gjë në momentin kur gjykata e thriste që të shkonte të paraqitej në ditët e caktuara nga ajo, por refuzoi të zbatonte vendimin e gjykatës, përpasoj shkoi në shtëpi. Në arrest shtëpie. Dhe në arrest shtëpia i akuzonte drejtësinë dhe thoshte që ma kanë bërë politikisht. Ndërkohë që shkelja ishte flagrante, se ti nuk zbatove vendimin e gjykatës, nuk të arrestoi njeri sepse ti ke abuzuar, ke vjedhur apo tjerë, po shkel vendimin e gjykatës.